Të nderuar shikues, u rikthyem në pjesën me personalitetet për sot, ku sot do flasim për artin, për të bukurën, për kulturën dhe për aktivitetet e qendrës për kulturë në Tetov, si dhe një koncert të përbashkët me ansamblin e këngëve dhe valleve popullore shqiptare të Maqedonisë së Veriut. Ne fillimisht në pjesën e parë të këtij emisioni do flasim për aktivitetet e Pallatit të Kulturës apo qendrës për kulturë në Tetov dhe kemi nderin dhe kënaqësinë që në studion tonë të kemi drejtoreshën e qendrës për kulturë, zonjën Njomza Imeri Ismaili. Përshëndetje drejtoresh, faleminderit që gjithmonë na nderoni dhe jeni pjesë e emisioneve tona. Faleminderit nga ana juaj Ariana që shprehni interes se çka është duke punuar qendra për kulturë. Ju faleminderit për ftesë. Faleminderit shumë, meqense jemi në prag të mbylljes së këtij viti, të flasim pak për aktivitetet që e karakterizojnë këtë vit në qendrën për kulturë në Tetov. Kishim nëntorin të bujshëm me shumë aktivitete, por aktivitetet vazhdojnë edhe në dhjetor në prag të festave të fundvitit. Po. Është shumë e vërtet, jam e privilegjuar të them se vërtet jemi duke e mbyllur me shumë sukses këtë vit dhe uroj që gjithçka mos tjetë asnjëherë e mjaftueshme. Viti 2026 uroj të jetë akoma edhe më i begat, më i pasur me programe. Mirë po, them të drejtën, realisht kemi qenë me një program të kënaqshëm i cili na ka duar trokitur nga ana e publikut, nga ku kemi shumë komente pozitive dhe besoj që kjo ka qenë ai feedbacku të cilin e kemi marrë dhe i cili në vazhdon të na motivoj se vërtet kemi punuar dhe duhet të vazhdojmë të punojmë. Shumë e bukur, ajo që e përmendet pak më herët është një kënaqësi vërtet shumë e madhe që ju keni qenë në këtë post udhëheqës, në fakt në postin e drejtoreshës, në lidhje me këto aktivitete. Mirë, por ne sigurisht që do flasim edhe për aktivitetet e tjera që janë realizuar brenda vitit, por edhe ato bashkëpunimet që i keni pasur edhe me institucione tjera. Dhe ne kemi nderin dhe kënaqësinë që në këtë bashkëbisedim tonin që na bashkanditet dhe drejtori i ansamblit shtetëror të këngëve dhe valleve popullore të Maqedonisë së Veriut, zotri Jetmir Rexhepi. Përshëndetje dhe faleminderit që u bashkangjitet në bisedën tonë. Përshëndetje dhe faleminderit që na bënët ftesën dhe keni qenë gjithmonë afër nesh për çdo eveniment që kemi pasur. Faleminderit shumë që na keni nderuar. E dim që agjendën e keni të ngjeshur në këtë fund vit, por megjithatë faleminderit që ndani kohë edhe për emisionet tona. Fillimisht, përpara se të flasim për bashkëpunimet, me zonjën Njomza folëm në lidhje me aktivitetet e qendrës për kulturë. Por ansambli fillimisht si funksionon, një ansambël në fakt i ri që ju tani po e drejtoni dhe ju përgëzojmë edhe për postin tuaj sepse nuk kemi pasur mundësi që të takohemi. Faleminderit. Ansambli është ansambl profesional, i cili në kthetet të ansamblit janë edhe valltarët, janë këngëtarët edhe orkestri. Kështu që janë në mënyrë më profesionale, ma nuk ka kur shkojë. Punojmë çdo ditë, vazhdojmë me punë, normal jemi me pjesën e projekteve të ndryshme që kemi. Te pjesa e bashkëpunimit me nderuarën drejtoreshën Njomza. Mendoj që këtu shumë duhet të flasëm sepse ansambli si ansambël 6 vite nuk performuar në Tetov. Kjo ishte herë e parë që ne ka Tetov u bë sebeb Njomza, drejtoresha, që ne erdhëm në Tetov dhe performuam një koncert shumë madhështor. Sa është e rëndësishme dhe sa është, le të themi, kushtimisht privilegj që për ansamblin që të performojnë në një qytet siç është Tetova? Ansambli ka performuar në shumë qytete, por më kryesor e kam pasur në Tetov, sepse jam vetë tetovar edhe kam dashur që ansambli pas 6 viteve të vijë në Tetov dhe performoj dhe gjitha ato vallet që ishim. Jo rastisht e lam edhe vallen premierën që e kishim Rezet e Shkupit bëhet në Tetov, që këtë diçka më veçantë, po, edhe një risi. Por si lindi ideja që të keni një bashkëpunim të tillë me qendrën për kulturë në Tetov apo për këtë aktivitet ose për këtë koncert të përbashkët? Ideja ka qenë e kahmotshme për të bërë një bashkëpunim të tillë, me që unë nuk kam qenë drejtor atëherë, por ja erdhi rasti, ja erdhi koha edhe që e realizuam në bashkëpunim me Pallatin e Kulturës bashkë me drejtoreshën Njomza. Dhe mendoj që ishte koncert shumë madhështor dhe unë personalisht isha shumë i kënaqur.
Po, sigurisht presim edhe nga drejtoresha një përgjigje në lidhje me këtë bashkëpunim, idenë e këtij bashkëpunimi dhe sa është e rëndësishme që të bashkëpunojnë dy institucione kaq të rëndësishme për të mirën e qytetarëve. Po tani, si që tha edhe ti, Ariana, duke marrë parasysh peshën që ka ky institucion, ansambli shtetëror, nuk është një institucion i vogël, por është diçka për të cilën ne duhet ta çmojmë shumë. Dhe kjo iniciativë për të performuar në qytetin e Tetovës ishte si ide, me thonë edhe nga ekipi im, kolegët që bashkëpunojmë në Qendrën për Kulturë, dhe realizimi ishte i afërt, por jo i arritshëm. Me thonë, duheshte një iniciativë tjetër për t'u arritë edhe ky realizim. Dhe në bashkëpunim me drejtorin, me Jetmirin, besoj që gjetëm një gjust përbashkët edhe e arritëm edhe ta realizojmë, sepse me të vërtet Tetovës i nevojitej që një ansambël shtetëror i këngëve dhe valleve popullore shqiptare të jetë pjesë e skenës kulturore në qytetin tonë, ku jemi qyteti 2 universiteteve, me një vetdije të lartë kulturore, edhe pse mos të bëhi në qytetin tonë, edhe atë mu për në festat e nëntorit, ku Qendra për Kulturë themin ka lullzuar me aktivitete, edhe pjesë e këtij lullzimi të jetë edhe ansambli. Po, megjithatë si ansambël keni shumë projekte, shumë aktivitete. A është më i veçantë, le të themi, nëse mund quhet ashtu, apo cila është rëndësia e këtij koncerti edhe për juve si drejtor, por edhe për ansamblin që u realizua në Tetov? Ansambli ka pas shumë koncerte. Do të thënë, nuk bisedot vetëm brenda vendit, por kemi pas edhe jashtë vendit. Tash unë mund t'i cekit, por janë shumë, kështu që do të cekit pjesën e Kopenhagen që ishim. Edhe kemi qenë dhe Sicili, kemi qenë në Çeki, Dolni Lom, kemi qenë në Turqi tash në fund, por normal që ansambli ka koncertu edhe në për vende tjera, koncertu Kostivare, shumë vende tjera, tash janë shumë ato, por prandaj thash edhe Ceka në fillim që për mua ka qenë, sepse ansambli si ansambl nuk ka performuar në Tetov gjatë atyre viteve që kanë udhëheq dikush tjetër, kështu që pavarësisht si kanë udhëheq, unë kam dashur që ansambli të performojë dhe të bëhet një koncert në Tetov. Dhe i arritëm bashkëpunimin me drejtoreshën Njomza, faleminderit shumë edhe stafit të Pallatit Kulturës. Arritëm aty ku duheshte. Por nuk do të thotë që duhet ndalemi këtu. Ne duhet të vazhdojmë, pse mos të bëjmë edhe një koncert përbashkët me ansamblin e Shqipërisë dhe Kosovës. Por ato do ta mendojmë pak më të tjerë. Edhe unë desha të ndërlidhem, e kemi diskutuar edhe me Jetmirin, që si ide, domethënë ka qenë edhe kjo të kemi një koncert të përbashkët me ansamblet e Shqipërisë, të Kosovës dhe ansamblin tonë shtetëror, që do ishte, besoj, një risi shumë e bukur për qytetin e Tetovës dhe një aktivitet shumë madhështore edhe për Qendrën për Kulturë. Shpresojmë që në vitin e ardhshëm ndoshta do e kemi edhe këtë si projekt cilin do ta realizojmë bashkë me Jetmirin, patjetër. Në fakt, shumë ide e bukur, uroj shumë të realizohet, sepse do ishte e mirë edhe për publikun. Kur jemi këtu tek çështja e publikut, drejtoresh sa u kënaq publiku në këtë bashkëpunim, në këtë koncert, ju keni parë nga afër ndoshta pjesën e organizimit të biletave, ndoshta ose të vendeve për qytetarët, për publikun. Si e mirëpriti publiku këtë bashkëpunim tuaj? Koncerti i ansamblit ka qenë me hyrje të lirë, me thënë ka qenë pa bileta dhe vetë prezenca e gjithë atij publiku që salla ka qenë e stërmbushur, tregon se kjo gjë i paska munguar Tetovës. Dhe paraqitja skenike e tyre ansamblit, ato performanca që i bën ekstra, më thonë, ekskluzivisht për qytetin e Tetovës, kanë qenë një risi shumë e bukur, por edhe shumë e mirëpritur, shumë e duar trokitur, dhe pas koncertit kemi pas komente shumë të jetë pozitive. Me thonë, ishte diçka që nuk e kemi pritur. E kemi dëgjuar ansamblin, e kemi parë ndoshta në për qytetet tjera me fragmente të shkurta, performanca të shkurta, por një koncert të tërë i kishte munguar Tetovës dhe kjo ishte diçka shumë e bukur për publikun. Më duhet të theksoj diçka, pavarësisht që ka kalu shumë kohë. Ansambli është në Tetov, normal
baroj aty ku shkoj në Shkup, por tetovës e kish bosh një koncert. Një koncert. Edhe shqyqyrë Zotit që u kry ajo, po isha thënë që ansambli duhet të bashkëpunoj me çdo qytet, jo vetëm me Tetovën, por të bashkëpunoj edhe me Shkupin, të bashkëpunoj edhe me Kumanovën, të bashkëpunoj edhe me Diprën, me Prespën, me Strugën, dhe normal që ansambli pa tjetër e ka të koncertoj së paku në muaj barem 4 koncerte. Sigurisht që ansambli është i gatshëm për këto bashkëpunime, por duhet edhe në anën tjetër nga qendrat të tjera për kulturë në qytete të tjera që ta mirëpresin edhe të jenë të gatshëm për bashkëpunim. Unë zakonisht kam kënduar gjithmonë, tash jam duke udhëheq këtë punën në ansamblit. Mua më vjen më mirë që të këndoj se sa të udhëheqi, sepse këngëtarët më shumë kanë qejf të këndojnë, e nuk kanë qejf shumë të flasin, por sidoqoftë unë për atë mbrëmje që ishte madhështore, përgatita një këngë nga Haxhi Maqellara, Lulkuqja e Kosovës, me që unë më njohin kështu si këngëtar i këngës Vin Vaporat. Kur dalë në skenë e din që ta këndoj Vin Vaporat, por ne atë ditë i ndryshuam planin, kënduam nga Nimeten, këngën Lulkuqja e Kosovës, që edhe atë këngë pritën shumë mirë publiku. Sigurisht, gjithashtu është një këngë shumë e bukur. Ishte pjesa e fundit e koncertit. Po megjithatë identifikoheni me këngën Vin Vaporat, prandaj ndoshta ka qenë një befasi e bukur, një surprizë e bukur. Ishte vërtet befasi sepse kur doli Jetmiri në skenë, në momenti dëgjonim publikun se tani Jetmiri do e këndoj Vin Vaporat, po shumica përtiqin Vin Vaporat. Ishte një ndryshim i bukur, domethënë ka pasur komente pozitive. Sepse edhe skena donë ndonjëherë freski, se jo. Sigurisht, po. Megjithatë, kur përmendet çështjen e udhëheqjes, është privilegj apo përgjegjësi të jesh drejtori një institucioni kaq të rëndësishëm? Kështu, do të them, si Jetmir. Pavarësisht që unë kam këtë postin e drejtorit, në fakt ushtrues detyre, tash duhet të filloj me konkursin e drejtorit. Unë më i rahatshëm jam kur këndoj. Sepse si drejtor është ndryshe muhabeti. Tash unë kam qenë bashkëpunëtor i atyre, duhet të jem tash udhëheqës i atyre. Ndonjëherë kemi mosmarrëveshje, por shpresoj që kalojmë mirë dhe do kalojmë, do vazhdojmë. Po megjithatë është një nder i veçantë të udhëheqni një ansambël të tillë, meqense është edhe përgjegjësi shumë e madhe, por është një nder i veçantë. Absolutisht, jo rastisht paga dhënë mua, sepse unë jam një ndër më të vjetër. Keni kontribuar. Edhe njëri i cili kam dhënë kontribut Tetovës, veçanërisht Tetovës 33 vjet karrierë skene, dhe kanë menduar që atë post ma japën, faleminderit, çdo qoftë, faleminderit, respekt për gjithë ata, të cilat kanë menduar për këtë post për mua. Megjithatë, sa keni përkrahje për realizimin e projekteve, aktiviteteve? Ne e dim se jetojmë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Ministria e Kulturës dhe e dim edhe buxhetin që shkon, kështu që edhe ajo është mirë, që komisioni i cili ishte na ka nda buxhetin deri aty ku kemi mund, mendoj që kemi realizuar gjitha projektet. Tash në 2026 shpresojmë që do kemi pak më shumë buxhet dhe do realizojmë edhe më shumë projekte të ndryshme edhe jashtë vendit edhe brenda, po njëkohësisht edhe na duhen edhe njerëz të cilët duhet të kemi njerëz të rinë punë. Si shembull, na duhet një korepetitor, na duhet një garderobier, na duhet një inspicient e shumë tjerë. Prandaj neve na duhen shumë gjëra. Ne jemi një shtëpi e cila sapo ka filluar dhe duhet normal të mobilohet avash, por shpresojmë që do rregullohet së shpejti. Përveç këtyre vështirësitë dhe sfidat e tjera me të cilat ballafaqoheni, mund të përmendim ndoshta ndonjë prej tyre? Sfida ka plot, do të thotë edhe të mira edhe të këqija. Kështu që ne mos i shpalosim atë, se unë shpesh u them, në një shtëpi ku çfarë bëhet nuk bën dale jashtë. Kështu që krejt mirë, jemi shqyr Zotit dhe shpresoj që do jetë gjithmonë mirë dhe kemi pikësynimin që të bëhet edhe më mirë. Po. Dhe shpresoj që të keni edhe më shumë mbështetje, që të bëni edhe më shumë aktivitete për qytetarët realisht, për t'i argëtuar qytetarët me si ansambël. Po megjithatë, Qendra për Kulturë sa ka pasur mbështetje për realizimin e projekteve? Po tani derisa kemi arritur t'i realizojmë gjitha ato projekte, dhe më thonë jemi në një situatë të kënaqshme. Nuk mund të themi se gjithçka është perfekte, se nuk ka nevojë për më shumë.
Por me gjitha të jemi munduar të menaxhojmë, ndoshta na ka mbisunduar ai vullneti për punë, vullneti për aktivitete dhe për të bërë diçka më shumë për Qendrën për Kulturë dhe jemi munduar në suaza të mundësive tona ne të bëjmë diçka të bukur, t'i sjellim qytetit tonë. Dhe besoj që kemi arritur deri diku që të kemi një situatë të kënaqshme deri tani. Po, përmendëm pak fillim të emisionit aktivitetet e përgjithshme që ka realizuar Qendra për Kulturë, por nëse mund t'i përmendim, ka pasur disa koncerte shumë të bukura, shumë të rëndësishme, duke filluar nga tenori? Po, tani koncerti Parfumi, që titulloi Kastriot Tusha, ka qenë një koncert shumë madhështor, ka qenë shumë i mirëpritur nga publiku. Jemi ndarë të kënaqur të gjithë. Me thënë, ne si staf, vetë këngëtari, vetë Ardian Trebicka dhe gjithë orkestri, të cilët nuk e kanë pritur një reagim të tillë nga publiku tetovar. Vërtet ishin ndarë të fascinuar dhe shumë të kënaqur dhe uroj që mos jetë ky bashkëpunim i fundit ndërmjet nesh, sepse programi i përzgjedhur i Kastriot Tushës dhe Ardian Trebickës ka qenë diçka shumë e bukur, shumë e qelluar. Ndoshta edhe ata e kishin blerat veshin e qytetit të Tetovës se çka duhet të performojnë në qytetin tonë dhe ishte gjithçka perfekte për mendimin tim. Unë si udhëheqëse kam qenë shumë e kënaqur, po edhe stafi, po edhe publiku. Duart trokitjet janë vlerësimi i gjithë performancës që jepet në skenën tonë, andaj kjo na bën të mendojmë se ka qenë diçka shumë e bukur. Përveç këtyre kemi pas edhe koncerte të tjera, kemi pasur edhe rock koncert, kemi pasur koncert klasik, kemi pasur ekspozita, kemi pasur aktivitete për ditën e alfabetit, që ka qenë në bashkëpunim me Jehonën e Malësisë, ka qenë një koncert jashtëzakonisht i bukur, kemi pasur organizime edhe për 28 nëntorin, ditën e flamurit, ku patëm një manifestim me fëmijë, në bashkëpunim me shkollat të ndryshme të qytetit të Tetovës dhe në një farë mënyre nëntori ka qenë me shumë aktivitete dhe me një elan pune të pandërprerë. Me thonë, kemi punuar shumë për të arritur deri te këto rezultate që i gëzojmë sot. Pastaj koncerti me grupin e grave të Uta, apo ka qenë festival? Po, festivali të Uta, po. Ajo është diçka, është kryevepër në vete. Festivali të Uta është diçka tradicionale më që ndodh në Qendrën për Kulturë. Vërtet këtë vit mendoj ka qenë i menaxhuar mirë nga stafi im dhe nga unë si drejtoresht e cila në vazhdimsi i përkrahi gjithë kolegët me mendimet e tyre pozitive dhe puna e palodhshme e tyre arritëm një kombinatorik grupesh shumë të bukura dhe një performancë jashtëzakonisht e një niveli shumë të lartë ka qenë. Dhe uroj që çdo herë mundet edhe më mirë, si që kam thënë për herë dhe vazhdoj të them e mira nuk ka fund, andaj vitin e ardhshëm uroj që t'jenë ndoshta edhe më mirë se këtë vit. Unë jam 6 muaj drejtoresh këtu dhe ngadal fillon ja merr ritmin çdo gjë edhe mangësit tani ku i shef. Vitin e ardhshëm mundohesh edhe ti përmirësosh. Sigurisht. Diçka ka qenë e bukur nga ajo që kemi parë edhe nga afër nga këto aktivitete, qoftë koncerti me ansamblin, po qoftë edhe aktivitetet e tjera të Qendrës për Kulturë. Kemi folur edhe në emisionin e kaluar dhe i kemi numëruar disa prej tyre. Ju si televizion jeni për çdo lëvdat, na keni ndjekur në të gjitha hapa që i bën Qendra për Kulturë, qoftë ansambli, domethënë ka interes për kulturën. Po, do të thonë na keni sjell ansamblin, na keni sjell këngëtar artistë jashtëzakonshëm që për Tetovën është një privilegj shumë i madh dhe një nder shumë i madh që ato artistë ketë në skenën tetovare dhe është e domosdoshme edhe një bashkëpunim i tillë edhe me mediumet. Drejtor, sa është e rëndësishme ansambli të funksionojë dhe pikërisht ky ansambël sa është i rëndësishëm që të promovojë kulturën e një vendi, qoftë edhe nëpër vende të tjera. Ju përmendet pak më herët bashkëpunimet që keni edhe me vendet e tjera, ku ka sigurisht shqiptar. Unë pikërisht desha pak më parë që të ndërlidhem me punën e Ministrisë Kulturës. Unë personalisht do të falenderoj Ministrinë e Kulturës që na mbështetën në çdo projekt, njëkohësisht tek Zëvendës Ministri Seda Sulejmani dhe shefi i kabinetit Adnani,
i cili në çdo moment na përgjigjen pozitivisht, dhe gjithë që tjerët të cilët aty edhe nuk diskutohet, është e pa diskutueshme që komuna kur ngecim dikun për herë kemi bim derës kryetarit komunës, një falënderim shumë të madh. Desha këtu te kjo ne kemi projekte të ndryshme ku kemi pjesën e valleve, shembull që kemi bërë premierën vallën e Rexhës. Nuk do të thotë që vetë bëhet vallja e Rexhës në Tetov apo në Shkup apo në Gostivar, por ne kemi bërë vallën e Rexhës. Vallën e Rexhës do ta përgatisim edhe për një festival jashtë. Edhe shumë për ato specifike një valle ta shohim në atë mënyrë. Ne kemi qenë në Çeki, ku kemi luajtur vallën e Karadakut, më duket. Kemi luajtur shumë valle tjera shqiptare që ato janë fascinu me ato vallet sepse nuk kanë pa ashtu valle atje, nuk e di sa i keni pa festivalet e ndryshme që janë atje. Atje janë festivale shumë thjeshta, kurse ne kemi festivale, në fakt valle që bëjmë vallet më burrore e kemi. Kemi vallen e vajzave, vallen e djemve dhe shumë interesant që rritet zakonet dhe doket i shfaqet dikun tjetër. E kjo është ajo që promovojmë vlerën e ansamblit edhe në përvendet e tjera. Projektet e radhës që i keni në plan për të ardhmen? Ne kemi shumë projekte, ne shqiptarët asnjëherë nuk ngopemi me projekte dhe gjithmonë kërkojmë shumë projekte, po sa do të na japin nuk e di. Sidoqoftë ne kemi bërë projekte të vitit 2026 që kërkojmë premierën e vallës Kallanxhojve, pjesa e Tetovës është darsma tetovare, kam kërku, une personalisht e kam kërkuar që të bëhet. Njëkohësisht kemi bërë dhe vallën e Rekës, komplet traditat, zakonet, doket, këngët e Rekës, polifonike, një CD që të bëhet. Kemi kërku disa këngë të reja për artistët tanë, njëkohësisht kemi kërku dhe koncerte të ndryshme, jo vetëm Tetov, Gostivar, Shkup, por komplet territorin ta kapim territorin e Republikës Maqedonisë së Veriut, që të nisin pak të kuptojnë më ndryshe rinia. Gjatë kësaj performancës, kur shohin koncertet të ndryshme, këngë të ndryshme, valle, atëherë rinia pak i largohet nga telefonat edhe nga shumë kafeneja e ku di çfarë, edhe pak nisën më interesant i duket kjo pjesa, se Tetova ka pas nevojë një koncert të tillë. Dhe shpresoj që në të ardhmen do bëjmë më shumë koncerte. Bashkëpunim me drejtoreshën. Sigurisht që po. Po planet që i ka Gjendra për kulturë për vitin e ardhshëm apo ende nuk e keni shtyrtuar? Do me thënë, këto ende nuk janë definitive, tani për tani janë për komisionet e Ministrisë së Kulturës. Ja vlen të theksohet, si që tha edhe Jetmiri, shumicën e projekteve që i kemi realizuar janë mbështetje nga Ministria e Kulturës. Koncertin e Kastriot Tushës nga kanë sponsorizuar edhe Komuna e Tetovës, Komuna e Dibrës, me që ishte pak një koncert që kushton pak më shumë, orkestri, për të dhënë diçka shumë bukur, normalisht se edhe mjetet janë më të mëdhaja, kërkesat janë më të mëdhaja. Mirë po, arritëm falë donatorve, arritëm që ta menaxhojmë edhe këtë pjesë disi. Tani për projektet e radhës, ndoshta do flasim në një periudhë pak më tutje, derisa të shqyrtohen, në komision janë të gjitha, dhe besoj që do kalojnë shumica atyre që kemi kërkuar. Shpresojmë dhe ne gjithashtu, sepse kjo është për të mirën e shoqërisë. Me qenë se jemi edhe në fund të vitit, çfarë urimi do t'ju kishim, me çfarë mesazhi ose çfarë urimi do ishte drejtuar qytetarëve, artistëve? Unë të nisi i pari. Sigurisht po. Se mu di si ku dhe më dhomi, shkon gjuha. Po. Unë shpresoj që vitin 2026 njëre i kemi shëndet gjithë, edhe Zoti na jep shëndet, edhe gjithat mirat në jetë, por edhe kërkoj prej komisionit të kalojnë këtë projekte. Kjo është shumë e rëndësishme. Kjo është publikisht. Kirje publike. Edhe shpresoj që ne kemi kanë ngelur edhe pak njerëz të cilët janë jashtë punës tonë që të afrohen afër shtëpisë madhe. Besoj që do të rregullohet edhe ato. Shpresoj që të kalojë edhe ajo në pjesën e Ministrisë Kulturës, atë të vazhdojmë me punë
ata të cilët kanë ngel jashtë. Tash mos tregoj 4+1, 4+2, 4+3, por ata të cilët kanë ngel jashtë, inshallah dhash Zoti hyjnë edhe ato. Me që ne veç jemi në atë vrapojmë për atë punë edhe procesin e kanë marrë në dorë, kështu që do ta shqyrtojmë së shpejti edhe do ta realizojmë në vitin 2026. Faleminderit. Drejtoresh, cili ishte mesazhi juaj apo ajo porosia ose thënë urimi për gjithë qytetarët? Po tani pas përfundimit të këtij viti unë do kisha uruar gjithë qytetarët njerëz si të kemi një shëndet të plot, pastaj gjithçka vjen. Unë uroj që të gjitha institucionet kulturore të punojmë në maksimum, ndoshta viti 2026 të na gjej ende më të përgatitur se viti 2025 dhe të zhvillojmë aktivitete të shumta kulturore, sepse e shohim se rinia sikur po na ik nga duart pak dhe ndoshta këto aktivitetet tona kulturore bashkë me ansamblin, po bashkë edhe me të gjitha institucionet tjera, ndoshta arrim tek ndonjë vesh i rinis ton që të shohin se jo të gjitha gjërat që bëjnë ata janë të bukura. Ka gjëra që janë ende më të bukura vetëm se neve si institucione na duhet shumë punë për të arritur që edhe ata ta kuptojnë këtë. Veçanërisht puna e ansamblit, që është një kulturë në vete, që është promovim i kulturës tonë shumë vjeçare, ja vlen të promovohet në të gjitha institucionet dhe rinia ta shoh se sa vite është dashur për ta kultivuar këtë kulturë. Andaj uroj të rinjt dhe të gjithë pa dallim, domethënë moshe, po specifikisht jam shumë e prekur nga drejtimet që po marrin, çka dëgjojmë tani. Uroj që kjo të filloj të ndryshojë dhe ne si qendra kulturore, qoftë edhe institucione tjera, të punojmë maksimumin që kjo rini t'i kthehet kulturës, t'i kthehet së paku rrugëve të cilat duhet t'i vlerësojmë sa më shumë dhe të punojmë. Qoftë edhe këtu bëjmë pjesë edhe shkollat. Aktivitetet e shkollave ndikojnë shumë tek fëmijët. Andaj ndoshta vitin e ardhshëm do kemi më shumë bashkëpunime edhe me shkollat fillore, me shkollat e mesme, që së paku ta vetëdijsojmë sepse ato janë ardhmëria jonë, ato janë pasardhësit tonë. Nëse ne nuk mbjellim tek ata një dashuri për kulturën shqiptare, atëherë nuk kemi bërë asgjë. Sigurisht, dhe unë uroj dhe shpresoj shumë që udhëheqësit si ju dhe sigurisht kolegët tuaj të ndikojnë shumë në këtë drejtim, që të rritë tanë, të kemi në vendin tonë edhe postet të cilat ju i keni, që i merrni edhe si nder dhe përgjegjësi, ashtu si që ju udhëheqin edhe të tjera dhe të kemi sukses edhe ne në përgjithësi si shoqëri. Do të ende më mirë, pse jo? Sigurisht, sigurisht. Po ashtu si ja keni nisur ju, besoj që hiç nuk ka nevojë për më shumë, mjafton që në këtë ritëm të vazhdojnë edhe sigurisht që të kemi një shoqëri të suksesshme edhe të rritë të cilët do të rinë në vendin tonë. Për mua ishte një kënaqësi shumë e madhe që sot ju kisha të dyve së bashku në një emision për të folur për bashkëpunimet mes jush, për koncertin madhështor që u realizua në Tetov, por edhe për aktivitetet tjera edhe për planet e së ardhmes, duke ju uruar shëndet edhe faleminderit shumë që ishi pjesë e emisionit. Faleminderit juve, kënaqësia ishte jona. Faleminderit. Të nderuar shikues, ju falenderoj për vëmendjen, bashkë do të shihemi të hënën. Paçi një fundjavë të bukur. Deri atëherë mirupafshim.